Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Si gjithmonë, bashkë me ne në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Atëherë sot do të flasim për një temë tepër sensitive për shoqërinë tonë, por jo vetëm. Pra do të flasim rreth temës së alkoolit, ajetit dhe kontekstit që ka zbritur. Në surën Bekare, ajeti 219, Zoti thot, të pyesin ty, o Muhammed, për verën dhe kumarin. Thuaj, ato sjellin dëme të mëdha, gjunahe, por edhe dobi për njerëzit. Megjithatë thot, dëmi i tyre është më i madh se dobia e tyre. Si parantezë, kujtojmë që në vitin 1919, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndalu alkooli. Ka qenë konkretisht amendamenti 18 i Kushtetutës, ku u ndalu shitja, prodhimi dhe eksportimi i alkoolit, dhe pastaj mas 13 vjetësh, në vitin 1933, me amendamentin 21 të Kushtetutës dhe me një referendum alkooli u leju prapë. Pra, pyetja e parë është si ka mundësi që shteti më i fuqishëm i botës nuk e arriti ta ndalojë, dhe ndërkohë në Islam prej 14 shekush, pra pa pasur një shtet, muslimanët akoma nuk e shkelin këtë ligj, pra e zbatojnë. Pra kjo është një aspekt, fuqia le të themi vepruese e fesë, dhe aspekti i dytë është pse u ndalu alkooli. Atëherë ta fillim nga pyetja e parë, që si ka mundësi. Gjërat duhet të jenë me bindje, gjërat duhet të jenë me besim. Pra në momentin që do të ketë një ndalesë pa pas bindje, pa pas besim, ai nuk do ta ketë efektin shumë të vërtetë. Dhe njeriu është gatuar i tillë që kur diçka, domethënë bëhet e ndaluar ose kur diçka, domethënë ligjërisht mohohet, njerëzit kanë më shumë prirje. Madje me që e kujtova si rast, ka qenë koha kur më shumti është shitur alkooli dhe është prodhuar alkooli në mënyrë të jashtëligjshme dhe konsumuar alkooli. Pse? Sepse mungesa e besimit, pra edhe në Islam, kur është bërë haram alkooli, kur është ndaluar, nuk është ndaluar që është në fillim të Islamit. Pra ajeti në fjalë është një ajeti shumë njerëz e kanë qejf. Ajeti që lexova ti, sepse aty thuhet kanë toksija, dëme etj, po ka edhe dobi prej tyre. Edhe njerëz do po mirë, bën mirë, Zoti e ka edhe Kur'anin që të bën mirë. Pra ideja është domethënë edhe Kur'ani, edhe feja e Zotit kur e ndaloi mbas një kohe. Pra dha sinjalet, ky është ajeti i parë, dha një sinjal tjetër më vonë dhe në fund fare, pra bëhet fjalë nga viti i 3 ose 4 mbas hijretit, pra po ta masim me shpallje i bjerë viti 17 mbas shpalljes. U bë e ndaluar rrepsisht, pra njerëzit u përgatitën besim, pra e kaluan në të fazën e përgatitjes besimit, që kur t'ju thuaj për diçka se duhet bërë, nuk e diskutonin, dhe kur t'ju thuaj diçka se s'duhet bërë, prap nuk e diskutonin. Pra ndalesën nuk e diskutonin dhe urdhëresën nuk e diskutonin. Pra kjo është ideja, domethënë, kjo është arsyeja, domethënë njerëzit kanë nevojë për bindje, kanë nevojë për besim, dhe në momentin që personi bindet se kjo është e duhura, e vërteta, i krijohet automatikisht edhe vullneti dhe dëshira për të heqë dorë prej saj. Pra krijon një lloj pavarësie prej kësaj gjëre tek e cila trupi i tij apo vetvetja e tij ka krijuar një lloj varësie, dhe kjo vlen për të gjitha. Ne kemi parë këtë gjë tek njerëzit që janë të lidhur me bixhozin. E kemi parë këtë gjë tek njerëzit që janë lidhur me alkoolin, kemi parë këtë gjë tek njerëzit që kanë qenë të varur prej drogës, prej gjërave në momentin që janë fut fesë dhe besimit për Zotin e Madh, domethënë kjo ka ndikuar, domethënë që të kam një shumë interesant ke xhamia. Është një çun i ri i lagjës aty, që nuk është musliman, është një feje dhe besimi tjetër. Dhe ka filluar të vinë në xhami. Akoma nuk ka deklaruar shahadetin, mirë po vjen falet në xhami. Kam pi një ditë kafe me të, e kam thonë, domethënë si është puna me fjalë, thotë sepse ardha në xhami dhe falja e namazit po më largon prej bixhozit. Domethënë sepse çfarë ndodh me njeriu? Njeriu krijon varësi, dhe në momentin që do të shkëputet nga një varësi e caktuar, ka nevojë të krijojë një varësi të re, më të fuqishme, një lidhje më të fortë se sa lidhja që po e mban, le të themi kështu, peng për momentin që ka krijuar i varësinë. Pra dua të them që kjo është arsyeja sepse besimi është diçka që lind nga brenda dhe nuk ka nevojë për kontroll, dhe nuk ka nevojë për ligj. Vim tek kjo, pra, kjo ishte e para. E dyta, pse në Islam u ndalua alkooli? Pijet dese, jo vetëm alkooli, po pijet dese. Këtu futet dhe droga, këtu futet marijuana, këtu futet të gjitha llojet e gjërave që i marrin mendin njeriu.
ose tek të cilat njeriu krijon varësi që e çon njeriu në le të themi në dëmtim. Sepse ka dhe varësi, po që nuk dëmtohet njeriu prej saj, le të themi varësia prej kafes apo varësia për një pjesë caktuar, por nuk e çon njeriu në dëmtim. Në momentin që e çon njeriu në dëmtim, deri në atë fazë që s'rrin dot pa të, dhe ndërkohë që ajo efekte negative tek njeriu në këtë rast bëhet haram, bëhet e ndaluar. Islami e ndaloi sepse Islami, themi ne, domethënë, ka disa objektiva kryesore. Pra, si çdo gjë, Islami për cilin ne flasim, kurrë, objektivat e Islamit cilat janë, thotë të ruhet jeta, të ruhet besimi, të ruhet arsyeja, të ruhet prona, pasuria, prona private, të ruhet dinjiteti njerëzor dhe të ruhet gjenealogjia e pastër. Këto quhen maqasidu sharia, thonë në gjuhën arabe, pra objektivat e Islamit ose objektivat e fesë islame. Pra këtu synon. Për këtë arsye, një nga arsyet le të themi që janë ndaluar këto gjëra është se arsyeja nuk funksionon në ato momente. Për këtë arsye, për shembull, po të shohësh pjesa më e madhe e të këqijave që ndodhin në shoqëri vijnë kur njerëzit nuk i kanë mend, pra me kuptimin nuk arsyetojnë ashtu siç duhet. Atë për të prerë rrugën kësaj gjë, shariati tha çdo gjë që e deh njeriu është e ndaluar. Ma eskere kathiruhu fa qaliluhu haram. Çdo gjë që ja merr mendjen njeriu kur merret në sasi të mëdha, edhe nëse merret në sasi të vogla, bëhet haram, bëhet e ndaluar. Pra, pse? Sepse qëllimi është që njeriu të funksionojë me arsye të qartë, të kthjellë dhe të pastër. Dhe në momentin që u gjet diçka që ja humb arsyeën njeriu, atëherë domethënë bëhet e ndaluar. Pra kjo është, le të themi shkurtimisht, sepse siç e tha Zoti në Kur'an, "Eselun al-khamra wal maisir kul fihima ithmun kabirun." Shumë të këqija ndodhin. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ummul khaba'ith, është nëna e gjithë këqijave. Pra, sepse njeriu po nuk arsyetoj ashtu siç duhet, nuk flet siç duhet, nuk gjykon siç duhet, nuk i sheh gjërat në realitetin e tyre, nuk i sheh gjërat ashtu siç janë. Pra zhvlerëson atë që duhet vlerësuar ose i jep vlerë asaj që është e pavlerë. Nxitohet aty ku duhet të jetë i qetë dhe tregohet i qetë aty ku njeriu duhet vlojë dhe duhet tregohet i nxituar. Pra, humb standardin e peshës gjëra. Megjithatë, BBC-ja ka bërë një shkrim ku thotë a është e donshme një gotë verë. Pra me sa duket kjo shprehje që një gotë verë çeron zemrën që kemi ne. Ose i teken mëngjes. I teken mëngjes, po. Dhe ishte bërë një eksperiment, ishte kuriozitet, 100.000 njerëz dhe eksperimenti më i madh që është bërë ndonjëherë në histori për alkoolin. Dhe këta 100.000 njerëz, pra gjysma ishin marrë që pishin alkool, gjysma që nuk pishin. Dhe mas 30 vjetësh, 40 vjetësh, pra këta që pinin alkool, në 82% të rasteve kishin smundje që nuk e kishin këta që nuk pinin alkool. Dhe si mas prestigjozës, pra ndërkombëtare, kësaj medie thoshte që pirja e alkoolit e dëmton rënd shëndetin. Pra një gotë verë, pra ishin marrë kategori që pishin një gotë në ditë. Duhet të theksu dhe kjo. Pra jo kategori që pinte shumë. Por në fakt njerëzit duket sikur edhe pse i din dëmet apo statistikat që aksident mëdha në botë vijnë nga alkooli, dhuna në çifte kështu me radhë. Prap njerëzit e kanë qef. Mos ndoshta një teke, por edhe më shumë. Pra, ky lloj zgjerimi si mund shpjegohet në anën, po themi, sociale, sociologjike. Hallet, varfëria, ku është problemi që gjem shtete pikërisht ke alkooli, ku në fakt ai i prish punë ose i zgjidh punë. Unë mendoj se ka disa arsye që e çojnë njeriu te kjo. E para dhe më kryesore është dobësimi i imanit ose dobësimi i besimit tek njerëzit, sepse në momentin që njeriu dobësohet në besimin e tij, nuk sheh më këto gjëra, çfarë është halal, çfarë është haram, gjuna, s'është gjuna, e rëndësishme, domethënë Elçon dorën. Kënaqet, si më thon. E para, e dyta, gjejmë tek njerëzit atë momentin e harrimit, e harresës së halleve dhe problematikave. Ai mendon se duke pirë apo duke u dehur shpëton prej hallit apo prej sikletit, ndërkohë që ai kur të vinë vete prap do të përballet prap me problemin, nuk është ai piu dhe iku problemi, pa ai mendon se duke pirë do ta harroj, po faktikisht nuk gjen zgjidhje. Arsyeja tjetër që i çon njerëzit është shoqëria, pra është aq e përhapur në shoqëri, saqë njëri që nuk pin duket si demode, duket si njëri
që është kthyer mbrapa në kohë, duke njëjë që ka lidhje me modernizmin, nuk ka lidhje me jetën, me zhvillim, ndërkohë që gjithë bota e pin, ke lloj-lloj pjesë etj. Gjëja tjetër që mendoj prapë që është, le të themi, një arsye që i çon njerëzit tek alkooli, është fakti që njerëzit, domethënë, e shohin atë si një moment largimi nga përgjegjësitë që kanë në jetë. Pra ai mendon se duke pirë diçka, domethënë, ose e shohin dhe si kënaqësi, pra kthehet edhe në varësi, domethënë njeriu përjeton apo kënaqet apo përjeton disa momente i shkëput nga realiteti, kënaqësi etj. Për këtë arsye feja, le të themi, Islami solli zgjedhjen përballë saj. Cila është zgjedhja? 2 rekat namaz, cila është zgjedhja? Lutja, cila është zgjedhja? Agjërimi, cila është zgjedhja? Viziton një smur, cila është zgjedhja? Shko tek shtëpia e një jetimi për këtë kohë një jetimi, cila është zgjedhja? Bëj punë të mira, merru me vrap, merru me sport, lidhu me farefisin dhe me gjakun tënd. Pra Zoti i Madh ta kompenson këtë lloj kënaqësie që ti, le të themi, je mësuar ta gjesh tek harami, tek alkooli, ta gjesh diku tjetër. Kështu që jo vetëm kaq, po Zoti ka sjellë edhe shumë gjëra të tjera të cilat janë halal. Thjesht i sprovuar te kjo pikë. Pra shkurtimisht, domethënë, le të themi, këto janë disa nga arsyet më kryesore, mos themi pastaj që edhe shejtani bën punën e vet, valet sona, nëse s'ka gjë për i got. Ndërsa ajo që thotë që përmendet është shumë e saktë, unë bile ka qenë një studim i fundit, një nga universitetet më prestigjioze amerikane, unë kam publikuar në rrjetet mia sociale janar vitit 2025, ku thuhet edhe pak është e dëmshme për shëndetin e njeriut. Pra ajo teoria që hap rrugët e zemrës, hap damarët, bën mirë një tekë mëngjes, këto muhabete janë gjitha të pa faktuara, janë më shumë kështu si besëtnit. Besëtnit reale se sa diçka e vërtetuar shkencërisht. Këtu mund të ketë mund gjejmë edhe një tjetër pyetje që lind natyrshëm. Po ilaçet me alkool, kurimi me alkool, alkooli etilik, plagët, pra pjesa farmaceutike e gjës, si qëndron në Islam? Islami nuk është se e ndalon rreptësisht përdorimin e alkoolit kur është përdorimi i jashtëm, për shembull, le të themi, siç është rasti i dezinfektimit e kështu, nuk përbën asnjë lloj problemi. Siç është rasti i parfumeve, për shembull, nuk përbën asnjë lloj problemi. Siç është rasti i ilaçeve ku përdoret alkooli për tretjen e disa, le të themi, preparateve të caktuar që nuk treten asgjë tjetër vetëm se në alkool dhe pastaj marrin, le të themi, gjendje tablete, pra transformohet, nuk ka asnjë problemi. Pra në momentin që kemi edhe gatimet me alkool. Po edhe gatimi, nëse transformohet tërësisht. Avullon zakonisht alkooli. Nëse transformohet, kemi dy gjëra. Kur gatuhet le të themi me verë, se me alkool nuk gatuhet, po me verë ose me alkool etilik. Ka me shampanjë, ka goxha gjithsesi, themi për shembull shurja me birr. Janë disa ushqime, frutat e detit zakonisht shuhen me birr. Me birr apo me verë, më duket. Me birr, alkooli avullon. Po. Alkooli pra për sa i përket gatimit kemi dy situata. Edhe tek ilaçet. Në momentin që alkooli transformohet tërësisht, kjo është e padiskutueshme që është e lejuar. Pra prodhojmë një recetë të re, një produkt të ri. Formulë të re, domethënë ndryshoj formulën e tij. Dhe në momentin që alkooli mbetet aty, këtu kemi dy situata, mbetet aty me efektet e veta, pra është si që disa ëmbëlsira që e kanë brenda likerin për shembull. Dhe mbetet aty por pa efektet e veta. Këtu pastaj ka diskutim. Nëse mbetet aty me efektet e veta bëhet haram. S'ka diskutim. Dhe nëse mbetet aty po pa efektet e veta, siç është rasti i avullimit, kjo fakt avullon alkoolin. Këtu pastaj ka dy interpretime, me interpretimin e shumicës, le të themi, dietarëve është që s'bën sepse lënda ka mbetur aty edhe pse nuk është dese. Pra, si më thënë, më mirë është që mos përdor fare dhe mos t'i hapet rruga. Në fakt është interesante që në legjislacionin fetar, pra sheriatën e mëparshme, fetat mëparshme, alkooli s'ka qenë ndaluar. Ndërkohë si ishte historia që u ndalun në Islam, sepse sipas disa të vjetërve, Muhamedi pra pa disa njerëz që pinë alkool ishin smur diçka e tillë, pra një prallë e tillë. Kur erdhi i gjetë të vrarë, tha kjo është haram. Po, kjo është haram. Pra si është realiteti? E vërteta është dy gjëra, kemi dy pyetje. E para është në raport me legjislacionet e mëparshme. Edhe në legjislacionet e mëparshme, alkooli, vera është ndaluar. Është e pamundur që Zoti i Madh silli profet në tokë që thotë lejohet me pi me ude. Absolutisht. Pra, ne kemi diçka që themi, pavarësisht se pejgamberët e Zotit, domethënë, kanë pas ligje të ndryshme, por kanë ardhur me të njëjtat parime. Pra,
Kur themi ne objektivat e fesë, janë objektivat e fesë që erdhi me to Ibrahimi a.s., që erdhi me to Nuh a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isa a.s. dhe pejgamberi a.s. Është një fe. Thjesht këta njerëz kanë ardhur në kohë të ndryshme dhe kanë ardhur njëri mbas tjetrit, Pra dogma thelbi është i njëjtë. Absolutisht. Kështu që normat e adhurimit dhe objektivat janë të njëjtë tek gjithë. Pa unë për veten time nuk e besoj kurrë dhe nuk mund ta mendoj kurrë që të jetë ligjëruar më përpara. Përveç se nëse do të më jepet ndonjë argument nga libri i Zotit ose nga suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pasi unë besoj se autentik gjë nuk ka në tokë përveç librit të Zotit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mund të analizohet një gjë e tillë. E rëndësishme. Edhe sikur të jetë, ne jemi të obliguar me atë që ne kemi si fe dhe besim. Pra feja dhe besimi ynë është shfuqizues, abrogues i çdo gjë që ka qenë përpara dhe ne e kemi punën me Kur'anin. Po, ligjërisht shfuqizon të vjetën. Po. Vazhdojmë. Jemi tek në Islam kur është ndaluar alkooli, e përmend edhe pak më herë, nuk është ndaluar, si më thën, me një herë. Pra ka ardhur si fillim sinjali në surën Al-Baqara, pastaj vjen sinjali në një surë tjetër kur thot la taqrabu salata wa antum sukara, pastaj vjen në surën Al-Maide që ndalohet tërësisht ku Zoti thot innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fastanimu. Pra janë punë të djallit, largohuni prej tyre. Pra alkooli, bigjozi, thotë ajeti duhet të largohu, që ta përkthem pa. Që kanë pas arab që i përdorshin. Pra ky ajeti që unë sapo lexova i bën që është shfuqizuar. Po, absolutisht. Për këtë arsye tash disa njerëz kënaqen kur e lexojnë këtë ajet, sepse thonë ja çfarë thot Zoti, është i keq po ka 10 mira. Po mirë, aty kur thotë është i keq dhe ka 10 mira, kur thotë aty ka 10 mira. Çfarë ka për qëllim? Përdoret për tregti. Dhe normalisht që kur përdoret për tregti, njeriu përfiton. Ky është sensi ka 10 mira, jo se ka të mira për shëndetin. Po ka 10 mira me kuptimin që mund të përdoret, prap kur shitet njeriu fiton. Ndërkohë që ajeti tjetër tha ndalohet dhe pejgamberi sa më tha kur Zoti, dhe kjo është një prap çështje tjetër, kur Zoti ndalon diçka ka ndaluar dhe fitimin prej asaj gjëje. Pra ti nuk mund të besosh se alkooli është haram e ta shesësh atë në biznesin tënd, në restorantin tënd apo në supermarketin tënd. Pra përderisa thua është haram t'u japësh të tjerëve. Përderisa thua duani është haram t'u japësh apo t'u shesësh apo të fitosh prej saj të tjerë. Po kështu për mishin e derrit dhe për gjitha haramet. Në momentin që ti beson se një gjë është ndaluar, nuk mund të fitosh më prej kësaj gjëje. Le të vim temë. Pra Islami kur ndaloi me faza. Pse? Sepse qëllimi është që njerëzit të heqin dorë prej gjës. Dhe që të heqin dorë prej gjës ka nevojë për pjekuri. Dhe pjekuria vjen me kohë. Për këtë arsye ka raste që mua për shembull, ose ndoshta edhe xhallarëve të tjerë, kur u vin pyetje të caktuar nga njerëz që janë në fillimet e besimit, nuk u japin përgjigje. Nuk u bëjmë halal, ti themi jo vazhdo, s'ka problem, është halal, por edhe nuk u japin përgjigje sepse e shohin personin nuk është akoma i përgatit për të marrë një përgjigje që kjo gjë është ndaluar, por e përgatisim. Për këtë arsye është shumë interesante kur ka zbrit ky ajeti i parë prap, që thot Zoti i Madh të pyesin ty o Muhammed për pjesë dhe për bigjozin, thuaj në to ka dëmë të mëdha, po ka edhe dobi, po e keqja është më e madhe se sa e mira. Omeri ngriti durët dhe tha, o Zot, na e sqaro mirë punën e alkoolit. Pra Omeri e kuptonte që këtu ka diçka që nuk është sqaruar akoma. Më vonë, pastaj zbriti ajeti kuranor ku Zoti thot, o që keni besuar, mos u falni duke qenë të dehur. Pra u eliminoi, si më thon, alkoolin ditës. Pra njerëzit pinin vetëm natën, sepse ditës ishte koha faljes, vinte falja. Omeri prapë ngriti duart nga Zoti dhe o Allah, o Zot, na sqaro këtë punën e alkoolit. Pra Omeri kuptonte që ka diçka që nuk shkon. Derisa zbriti ajeti kuranor, ku Zoti tha është ndaluar rrepsisht. Pra njerëzit u përgatitën, njerëzit u poqën në besimin e tyre dhe arriti punë. Dhe kjo këshill faktikisht duhet të jepet për gjithë njerëzit që kanë profesione, që kanë punë ata tilla që kanë një jetë me to. Këshillohen që shkëputja të vijë gradualisht. Pse? Shkëputja e menjëhershme mund të shkaktojë kthim prap. Ndërsa në momentin që vjen shkëputja gradualisht, me shpresën e Zotit nuk ka më kthim. Pra kjo është ideja, domethënë dhe shumë gjëra, për shembull, hijabi është bërë obligim në Medinë, nuk është bërë obligim që është në Mekë. Alkooli është ndaluar, bigjozi është ndaluar në Medinë,
Kamata është ndaluar në fund fare, sepse jeta ishte ndërtuar mbi Kamata. Pra kur ishte ndërtuar shteti islam, derisa u poqën situatat, edhe njerëzit, po edhe ekonomia shoqërore filloi të krijojë një seksion të ri, që është zhvillimi pa pasur Kamatën brenda. Pa pasur Kamatën. Dakor, shkëputim për një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të ndërruar shikues, ja pra kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, historiku se si në Amerikë filloi ndalimi i alkoolit ishte se në një qytet minatorësh, pra gratë, shkuan ke senatorët dhe u ankuan, sepse bashkëshortët sapo vishin nga puna uleshin nëpër lokale dhe gjithë parat i shpenzoshin aty. Dhe u bind senatori, mas një farë kohe, e bëri një draft projekt, një draft ligj pilot dhe në fund fare miratung pra nga gjithë sepse u pan dëmet. Po ke shoqëria arabe, pra si u prit kjo lloj ndalese, apo fune fare e kanë pas konsumuar alkoolin ata, apo thjesht ishte diçka e panjohur. Pra si është historiku? Faktikisht arabët e kanë pas konsumuar shumë verën, domethënë me të gjitha llojet dhe format e saj, domethënë pothuajse të gjitha frutet ata i kthenin në verë. Misrin, pra e kthenin pije dese, rushin e kthenin pije dese, elbin e kthenin në pije dese, edhe shumë të gjëra të tjera, domethënë hurmën e kthenin në pije dese. Domethënë ka qenë shumë i njohur. Aq i njohur ka qenë. Duke ne dhe mjaltin e kanë pas bërë lirët, alkool. Po. Edhe shumë fruta të tjera. Po disa lloje domethënë. Madje, pra, domethënë, kur është ndaluar, le të themi vera, ato ditë rrugicat sokaqet e Medinës kanë qenë të mbushura dhe njerëzit kanë ecur në balt. Aq shumë është konsumuar dhe aq shumë është përdorur. Si u prit? Normalisht që është pritur, domethënë me një pranim të menjëhershëm. Njëri për shokët e pejgamberit sa thotë ishim ulur në një drek thotë, po hajshim, po pishim dhe kishim verë, duke pirë verë. Thotë dhe ai tellalli kalonte nëpër rrugicat e Medinës dhe thoshte Allahu dhe i dërguari i tij e kanë ndaluar verën deri në ditë Kiametit. Thotë dikush prej nesh po e merrte, dikush e kishte në dorë dhe dikush e kishte në gojë. Thotë vetëm djuam zërin, ai që e kishte në gojë e nxorri që mund ta çonte poshtë, ai që e kishte në dorë e la dhe ai që po e kishte drejtuar dorën drejt asaj nuk e tërhoqi. Dhe kanë nes njerëzit disa ditë, domethënë në baltën e verës dhe të alkoolit derdhë. Pra ka qenë gjë që domosht ka qenë konsumuar. Pothuajse gjithë ka qenë diçka shumë e përhapur. Qartë. Mirë, po në kohën tonë po ndodh një transformim faktikisht. Njerëzit ose rinia po orientohet nga alkooli tek substancat. Po themi kanabis sativa apo stimulantët, kokaina, tranquilantët, heroina, pra po shkojnë ke drograt. A kanë të njëjtin gjykim apo ndoshta mund ta kenë edhe më të rënd disa raste apo më të lehtë? Si qëndron, sepse ka prej tyre që thotë kush argumentin Kur'an që ndalohet droga, se Kur'ani ndalon alkoolin thë. Po, e vërtetë është kjo që njerëzit, domethënë për të arsyetuar gabimet e tyre mundohen edhe ta justifikojnë fetarisht. Po e vërteta është që nëse Zoti ndaloi alkoolin se, si më thënë, për një kohë caktuar njeriu në nxjerr nga realiteti, nuk i jep mundësi njeriu të gjykojë ashtu siç duhet, pra i humb koshiencën, çdo gjë tjetër është ndaluar njësoj si alkooli. Do thonë harami është i njëjtë. Madje kur dëmi është më i madh dhe varësia është më e fortë, bëhet më haram se sa alkooli. Kështu që pa frikë mund të thuhet që droga është më e ndaluar se sa alkooli vet. Pa frikë mund ta thuash. Pse? Sepse varësia dhe dëmi që sjell ajo është shumë më e madhe se sa dëmi dhe varësia që krijon alkooli. Kështu që nuk ka justifikim. Nuk ka asnjë lloj justifikimi, sepse në fund fare të gjitha arrin të njëjtin përfundim. Cili është përfundimi? Varësia, dëmi dhe nxjerrja e njeriu nga arsyeja dhe realiteti. Për këtë arsye domethënë nuk ka justifikim, pra në sheriat nuk ka justifikim. Dhe kjo puna e përdorimit të këtyre, le të themi, lëndëve të tjera narkotike nuk është njohur. Pra, le të themi, në historinë e Islamit ne gjejmë trajtime për lëndë narkotike për rastin e mjekësisë.
Dhe tekstualisht thuhet lejohet përdorimi që njeriu ta humbi mendjen për të bërë operacionet ose flas gjithmonë kohët e hershme. Madje kemi transmetime të saktë, për shembull se si njëri prej tabinëve i thanë që ta presim këmbën, po duhet të dehesh, pra të pish aq shumë sa të dehesh. Ai tha jo, tha. Kur të jem në sejdë tha ma pritni këmbën. Sepse aty tha e humb, pra me kuptimin kaloj në një botë tjetër për jetimi. Dhe ashtu bën faktikisht, ja pren këmbën në sejdë, atëra atë fikët normalisht, se humbja gjaku dhe gjitha, pastaj kur erdhin në vete, i thanë që dëgjoj, Kalit ka vrarë një fëmijë. Dhe ai tha elhamdulillah, i thanë ata po çfarë thua elhamdulillah. Tha kam 4 gjymtyr, Zoti më mori 1, më la 3. Kam 10 fëmijë, Zoti më mori 1, kam dhënë 9 tjerë. Pra falënderimet dhe thamë ne pak më herët, ku ta gjej njeriu atë që nuk e gjen në alkol, po kem valla ku ta gjesh, thash namazi natës, duaja, sadakaja, ndërtoj shtëpi të një fukaraj ose kontribo për një jetim, t'jep Zoti lloj kënaqësie, një lloj, ore del nga realiteti. A do të dalësh nga realiteti? A do të dalësh nga ky përjetimi i keq i dështimit, i falimentimit, i problematikave në jetë? Ka më formë, cila është forma? Shko tek një shtëpi me jetima. Ço diçka. Në një mod dikë që është i varfër. Shko në spital, shko ke spitali, viziton njerëz në spital. Shif çfarë po ndodhet në spital. Ty Zoti ka dhënë shnetin, ka dhënë gjithë mirësi. Shko ke farefisi, ke halla, ke tezja, ke daja, ke xhaja, viziton njerëz të tu, mlidhi dite, dilni për i kafe me kushërit. E gjen me të gjitha këto që si gjen apo këto humbjet nga realitetet apo kënaqësit i gjen forma të tjera, domethënë. Plus që siç e tham, ne sot jemi në një kohë që ka birr pa alkol, jemi në një kohë që ka verë pa alkol, jemi në një kohë që ka shampanjë pa alkol. Ne në një kohë që pothuajse un kam parë një listim solli dikush një ditë, të gjitha pijet e ndaluara, të gjitha ekzistojnë pa alkol. Kështu që domethënë bota ka aq shumë përpara sa që se njërin edhe bën kurresha ta shohë si është, a kupton ta. Mirë po, në sheriatikisht, domethënë është ndaluar, thot pejgamberi selam, ai njeriu që pin alkoolin si pranon namazin 40 ditë. Pra është e rënd, pra nuk bën as provë me bërë, domethënë s'ka nevojë të bësh provë sot sepse ke verdiktin apo versionin halal. Kështu që i Zoti i ka lehtësuar punën domethënë shumë në kohën që ne jetojmë, por faktikisht domethënë njeriu domethënë duhet të kuptojë se kjo ndalesë përfundimisht ka ardhur në të mirët e tij. Dhe përderisa ndalesa është bërë për këto gjërat, themi ne vera ka qenë në atë kohë, ata s'kan pas për shembull le të themi as fornet, as kanë pas as çatë mund të konjak, as kujton se ne majmë mend ato pijet e vjetra, pra nuk ka pas vodka, nuk ka pas gin john e tjetër, ka pas vetëm verë. Kur u ndalua vera, sepse ka këto dëme, merr mend çfarë bën droga, çfarë bën substancat narkotike etj. Në fakt ju përmendët rastin e tabinit që bërë operacion. Pra i bjen, ai nuk pranoi që themi drogohesh apo të bëj analgjetik. A ndalohet përdorimi i drograve në mjeksi? Çfarë gjykimi ka për shembull? Këtë operacione që varet, domethënë a kemi mundësi, domethënë ne që ta zëvendësojmë apo jo. Është një sesi që përdoren, folim tek alkooli, po këtu ka një trajtim tjetër. Se edhe tek alkooli në mjeksi, thamë ne kur është lënd dhe mbetet ndalohet, mirë po nëse nuk ka tretës tjetër. Nëse nuk ka tretës tjetër, lejohet. Për shembull janë disa preparate që nuk treten vetëm se në alkool. Qartë. Dhe ti po ta transformosh, e humb, le të themi, e humb atë efektin e vet kurues. Në këtë rast bëhet përjashtim, sepse nuk është si alkooli i zakonshëm, është një lloj alkooli i veçantë, ai që përdoret e para. Edhe për punët e drograve që përdoret në rastin e mjekësisë, siç janë për shembull për anestezi apo siç janë rastet e morfinës kur jepet për smundjet e rënda, kur dhimbjet janë të mëdha, të gjitha këto lejohen. Për shembull narkoza, ka njerëz që duan të operojnë me narkozë totale, por mund të ketë edhe anestezi lokale. Po. Pra këtë rast lejohet sepse thonë që narkoza vret 100 qelisë në sekonde ka domë 10 muaj jetë shkurton kështu. Po ta lexosh në librat thotë bench, do të thonë librat e hershëm, në islam thuhet bench. Bench është përdorimi lokal. Po. Pra lejohet, nuk ka problem. Pse? Sepse sheriati, farfeja ka ruajtur shumë pjesën e shëndetit të njerëzit, ka kushtuar shumë rëndësi jetës, edhe shëndetit, po edhe largimit të vuajtjeve të njerëzit. Për këtë arsye për shembull kemi disa gjëra në sheriat që thuhet për shembull për shërimin me djegje. Thuhet nuk është i pëlqyer, është i urryer. Mirëpo vetë profeti Alaihissalam në situatë caktuar ka rekomanduar.
Gjë që tregon që domethënë në raste të caktuara jepet përparësi, domethënë që njeriu mos të vuaj. Mos vuajtja e njeriu është një prej le të themi qëllimeve të fesë dhe besimit. Edhe nëse le të themi ka një shkelje, po domethënë nuk këtu është ndryshe kur njeriu e bën për qejf, kur njeriu e bën pa arsye, kur njeriu e bën për të duk apo e bën se është lidhur me të, dhe është ndryshe këtu kur bëhet fjalë për operacion, bëhet fjalë këtu për një ilaç që nuk i gjejmë dot zgjidhje. Pavarësisht se mund të ketë zgjidhje tjetër, po themi nëse nuk do të ketë zgjidhje këtu, është rast i veçantë, trajtesë e veçantë, dhe këtu alkooli është alkool më i veçantë, jo si ky që përdoret nga njerëzit, edhe le të themi këto substancat apo lëndët që përdoren, drogat që përdoren në rastin e mjekësisë janë diçka trajtim krejt i veçantë, pra nuk është puna se dikush e përdor atë gjën për të dalë nga realiteti apo për të kënaqur. Këtu bëhet fjalë dhimbje të mëdha, vështirësi të mëdha për të lehtësuar. Vujtje shkurt më. Pra e ka marrë në konsiderat sheriati këtë pjesë, pra feja islame e ka marrë në konsiderat këtë pjesë që njeriu mos të vuaj. E ka marrë në konsiderat, domethënë pa e te i kaluar, pa e te i kaluar cakun. Pra pyetja është, për shembull, mund të themi kështu. Çfarë është më e mirë për njeriu? Atë marrë qetësues të tillë apo dorë dhimbjen? Kjo për shembull është interesante. Çfarë është më mirë për njeriu? A dorë dhimbjet e të shtohet se vapi dhe shpërblimi kondicionet e tjera, apo të marrë qetësues të tillë? Unë them për shembull, do ta sugjeroj që të marrë qetësues të tillë. Sepse këto qetësues nuk mund vazhdojnë gjithmonë, pra atë dhimbjen ai do ta përjetojë në një kohë të caktuar, për këtë arsye ka nevojë për qetësues që të qetësohet. Pyetja ishte kjo në fakt që narkoza lokale mund ta kryej funksionin në vend të anestezisë totale. Pra ka njerëz që kanë frikë, unë thot për shembull, kur do përoj këmbën. Po në fakt ai mund ta bëjë me një anestezi lokale, sepse ndërkohë narkoza thonë që shkurton 10 muaj jetë. Pra të vret 100.000 qelizë në sekond që prolon trupi, që ti mos ndjesh gjë, të rish në gjumë për 1 orë, për 2 orë. Dhe kjo është dëm faktikisht për shtetin e njerëzit. Kjo ishte pyetja. Pra, midis të dyave. Kjo kthehet tek specialistët e fushës. Nëse mjekësia e rekomandon të parën, le të bëhet e para. Nëse mjekësia e rekomandon të dytën, bëhet e dytën. Nëse mjekësia thotë gjë ti mund të sjellësh njërin për të dyave, atëherë zgjidh atë që është më pak e dëmshme. Po pra, anestezin lokale. Pra kjo ishte. Në fakt hoç gjë më rëndom lart e poshtë njerëzit që thonë ose sidomos tek të rinjt që pirja e alkoolit të bën pak më burr, ose pirja e drogës të bën si Tony Montana, pra të bën si këta që të fortit e planetit, domethënë, si qëndron. Na çut thonë kështu. Na çut thonë që kur pi po është më burr, kur pi doan një burrnuar kështu. Ka dalë një kështu kam 3 pi-barin në Londër me çamerë. Ne themi këtu na çuve neve, themi këtu na çuve që burrnia është kur e vën ballin sejdë. Kur i falesh Zotit 5 herë ditë atë i je burr. Kurse këto muhabete nuk bën burr. Burr je atëherë kur je i suksesshëm në shkollë. Burr je atëherë kur je i suksesshëm në namaz. Burr je atëherë kur je respektues dhe nuk ja kthen fjalën prindërve mbrapsht. Burr je atëherë kur mban lidhjet e gjakut dhe farefisnisë. Burr je atëherë kur merresh me sport, kur merresh me gjëra dobishme. Nuk është burrnia, nuk ka ngel burrnia tek duhana, apo nuk ka ngel burrnia tek alkooli apo tek droga, është mashtrim, është tamam si puna e një që është në një shkretëtir, edhe nga do që hedh syti duket sikur ka pellgje uji, faktikisht kur shkon atje është thatë, kështu edhe kjo punë në fjalë. Bile s'ka dhe një hadith më duket, nuk është burr ai që mund tjerët mundi, por burr është ai i cili vetë përmbahet. Vetë përmbahet, pra burrnia është që ti të bosh burr me veten tallë, ta fillosh nga vetja. E bukur. Hoxhi, falenderoj pra që ishi sot me ne. Sot është shpërblesë. Gjithashtu falenderoj të shikuesit që ishin me ne sot në studio.